Qeveria ndon shumën prej afro 5 milion eurosh për disa kategori pensionesh. Qeveria në detyrë e Kosovës ka njoftuar se sot ka mbajtur një mbledhje elektronike, gjatë së cilës janë marrë disa vendime me rëndësi sociale. Sipas njoftimit zyrtar, në këtë mbledhje është miratuar kërkesa e ministrit të financave, punës dhe transfereve për kursime dhe ndarje buxhetore. Mjetet financiare i janë ndarë Ministrisë së Financave për mbulimin e disa kategorive të pensioneve dhe skemave sociale, përfshirë pensionet bazë, pensionet për punëtorët e arsimit të viteve 90, pensionet familjare, pensionet për personat e verbër, pensionet për veteranët e luftës, si dhe pagesat për lehonat dhe shtesat për fëmijë. Po ashtu, këto mjete do të përdoren edhe për pagesat e shërbimeve komunale për familjet e cënueshme. Shuma e përgjithshme ndarë për këto kategori arrin në 4.752.350 euro, me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë së pagesave dhe mbështetjes së kategorive më të ndjeshme të shoqërisë.